Një ekspozitë e veçantë është prezantuar nga Prishtina në mjediset e Galerisë Oda Shkodër. Punimet të larmishme të realizuara me teknikën e pjekjes së qeramikës janë sjellë këtu nga piktoreja kosovare Laura Slamniku Kryeziu me titullin Prekje dhe kujtesë. Ajo gjithçka e nis nga dheu, pjekjen e tij për të arritur deri te këto punime. Është një teknikë e përhapur në Japoni, por që ka gjetur shtrirje edhe në vende të tjera. Në Kosovë kjo teknikë konkretizohet me këto punime. Posaçërisht është një teknikë e njohur japoneze e pjekjes së baltës, edhe elementet tona, qoftë prej kostumografisë, qoftë prej arkitekturës, posaçërisht në teknikën që e kam aplikuar janë shumë, efektet janë shumë të bukura. Punët e mia ka ndërthurje edhe të pikturës, meqenëse se kam studiu për pikturën dhe kam diplomu, edhe pastaj futet edhe forma. Ka shumë gjana që kanë tridimensionalitet, kanë relief, kështu që bashkëdyzimi i bën edhe më të pasun. Kjo piktura ka dy pjekje, po që të vihet deri te kjo, duhet edhe një pjekje e dytë që është shumë e veçantë, edhe e pamundson përsëritjen e efekteve në punën e dytë, gjë që i bën shumë unikate, të papërsëritshme në teknikisht. Presidentja e Galerisë Oda, Rëzafa Shpuza, thotë se kemi të bëjmë me një rast të ndryshëm nga herët e tjera dhe jo pa qëllim është zgjedhur Shkodra për të prezantuar kjo ekspozitë. Për herë të parë në Odë e në Shkodër hapet një ekspozitë e mirëfillt qeramiket. Artistja vjen nga Prishtina edhe është një artiste me shije të hollë edhe me gusto të mrekullueshme. Ajo ka pru art në gjithë kuptimin e fjalës. Është prekje dhe kujtesë. Është gjithçka në titullin që ka vu kjo ekspozitë do të thojnë shumë për shpirtin e kësaj artistes. Interesimi i ardashësve për të vizituar këtë ekspozitë ishte i veçantë. Kjo edhe për faktin se kemi të bëjmë me punime që kërkojnë talent artistik, pasion, por edhe përkushtim dhe durim. Një pikturë e tillë vetëm për të realizuar teknikisht kërkon deri në 3 javë pjekje në temperaturë deri në 1200 gradë. Jetësia e tyre është sa ajo e dheut, mjafton që të mos goditen fizikisht, pasi nga faktorë të tjerë nuk mund të dëmtohen.